sot është një ditë e jashtëzakonshme, sot është ditë e madhe për gjithë shqiptarët. Kështu që thirrja ime e parë është të gjithë të dalin të votojnë. Të dalin të votojnë masivisht. Votojnë për veten, votojnë për familjen e tyre, për fëmijët, për prindrit, motrat, vëllezërit. Vota e tyre është e ardhmja e tyre. Vetëm me votë në një demokraci mund të vendosin ata për të ardhmen e tyre. Është momenti kur politika duhet qëndroj e heshtur për të dëgjuar verdiktin e zgjedhësve. Por po aq është shumë e rëndësishme që zbatimi i ligjit të garantojë dhe të mbrojë votën. Unë garantoj të gjithë zgjedhësit se vota e tyre është e sigurt, vota e tyre është e fshehtë. Çdo përpjekje për të intimiduar zgjedhësit se vota e tyre do të lexohet paraprakisht është e pavërtetë dhe çdo gjë e tillë është e palishme. Kështu që garantoj edhe një herë, dalin dhe të votojnë sepse vota e tyre është e sigurt. Është një votë e cila është votë njerëzish me shpresë dhe vetëm njerëzit që kanë shpresë janë ata që bëjnë ndryshim. Jepet një deklaratë nga selia vendore e Partisë Demokratike për manipulime, për shitblerje votash. I trembeni manipulimeve, sepse qarku i Durrësit ka precedent në këtë. Qarku i Durrësit ka famë të errët në lidhje me shkeljet dhe krimet zgjedhore. Të gjitha rastet pa përjashtim janë referuar në SPAK dhe në organet e tjera ligjzbatuese, kërkoj me forcë. Jo vetëm qarkun e Durrësit, po kudo që SPAK-u, Task Forca e ngritur për këtë çështje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Policia e Shtetit të kryejnë detyrën e tyre pa asnjë hezitim dhe të vënë përpara drejtësisë çdo që guxon të shkel, të intimidoj, patronazhoj apo në çdo formë tjetër të shkel ligjin penal dhe kodin zgjedhor dhe të mos jenë ata që krijojnë pandëshkueshmërinë. Unë jam i bindur se vala e zgjedhësve është ajo që ka përcen çdo lloj palishmërie. Kështu që përsëri edhe një herë thras. Çdo të dalë sot votoj në numër të madh. Sa më shumë votojnë, aq më të vogla bëhen të gjitha shkeljet e kodit penal të kodit. Faleminderit.